Në fund të shekullit të 19, bota ishte në prag të një revolucioni të padukshëm. Një revolucion që nuk shihej me sy, por dëgjohej nëpër ajër. Ky është çasti kur lindi radio. Në vitin 1890, disa prej mendjeve më të ndritura të kohës po eksperimentonin me valët elektromagnetike. Ishte Nikola Tesla ai që i pari tregoi se informacioni mundet të dërgohej në distancë pa tela. Por bota e kuptoi fuqinë e radios për herë të parë kur një djalë i ri italian arriti të dërgonte sinjalin përtej dhomës së tij, dhe më pas përtej një kodre, derisa në 1901 sinjali i tij kaloi Oqeanin Atlantik. Ishte hera e parë që një mesazh elektrik udhëtoi me mijëra kilometra pa asnjë tel që ta mante. Ky ishte momenti kur lindi radio moderne. Në fillim radio nuk transmetonte muzikë, as zëra njerëzor. Ishte vetëm sinjale të shkurtra, kode, tinguj që përdoreshin nga marinarët dhe ushtria për komunikim. Por pas vitit 1910, teknologjia ndryshoi përgjithmonë. Zëri i njerëzit u bë i dëgjueshëm përmes ajrit. Tashmë mund të shpërndaheshin histori, lajme dhe ide në pak sekonda. Në vitin 1920, në Pittsburgh të Shtetet e Bashkuara, stacioni KDKA u bë transmetuesi i parë publik i lajmeve dhe muzikës. Ishte fillimi i epokës së radios. Brenda pak vitesh, qindra radio u hapën në Amerikë dhe Europë. Familjet mblidheshin rreth një kutije prej druri, duke dëgjuar botën që fliste drejt për drejt në dhomat e tyre. Radio u bë syri dhe veshi i shoqërisë. Për herë të parë njerëzit merrnin lajme në qast. Muzika arrinte në shtëpi pa gramafon. Zëri i liderëve politik, i artistëve dhe i gazetarëve depërtonte kudo. Gjatë luftrave, radio u shndrua në armë informacioni. Gjatë paqes u bë argëtim, kulturë dhe edukim. Me kalimin e viteve, teknologjitë e tjera morën skenë, televizori, interneti, telefonat inteligjent, por radio mbeti aty, e qëndrueshme e gjallë. Sot ajo dëgjohet në makina, në telefona, në satelit dhe në çdo kënd të planetit. Radio lindi për një strategji shkencore, por u rrit si një urë që lidh njerëzit. Një zë i padukshëm që bashkon botën edhe sot.